Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Skandale. Siç e shihni, sot jam vetëm sepse kolegu ynë, me që edhe ju na shihni, vendosi që të ikin në përputhje në gjithë dashurinë e jetës. Pra na lasi gjithë cat e bigut, cat e ferma, ça bën. Asgjë, nuk s'e drita gjë me të drejtën. Ja. Aty ishte çdo gjë përveç se të gjesh dashurinë. Kështu që dashuria ime vetëm mbetet total kolegët, por përpara kësaj kemi sfidat. Kur të na shihni ne, bëni subscribe tu me të madhe. Sfida e parë, shpërndani letra me shprehje idiote. Si ato që shpërndajmë kështu shprehje ti mund t'ja dalësh, motivuese, po ne e bëjmë në mënyrën tonë. Jemi ne. Guys, a motivational phrase for you for the day. A motivational phrase for the day. Oh, thank you. Bye-bye. Të gjej një letër për ty? Gosa një shprehje motivimi për ty. Si e? Po shpërndaj mesazhe motivuese sa? Mesazhe motivuese sa? Si e? Mund të t'jap një mesazh motivues? Po dhe, puna po të shkëve. Është për motivim. Gosa një shprehje për ty? Pse do ti? Kush ka drejt këmbës ku jeni? Goca si e? Hi. Hi, a motivational phrase for the day. It's a motivational phrase. Thank you. You're welcome, bye. Çe ishte? Asgjë. Jeri realisht të shpit me asgjë ishte. Gjatë i letër për ty. Odra. Hello. We're spreading messages. Si e mund të t'jap një mesazh? Një letër motivuese për ty? Një letër motivuese për ditën? Po, faleminderit. Odra, mirëpafshim. It's okay, a motivational phrase for you. And for you. Bye guys. Në një letë motivimi, goca, në një letë motivimi. E lat shoqen mrapa, qa jeni ju kështu? Si Shoqja lihet? është pjesë e jone tani. Ua e lat vetëm, t'ju vis dër. Goca, mos rrima me ta. Si e? Si e? Janë letra që po i shpërndajmë te njerëzit, mund bie një shprehje ose mund mos bie asgjë. Kjo më pëlqej. Mas ka ratë diçka shumë e madhe. T'ja për shprehje të bukurën? Do dhe një ti, për të shoh qa ka, se nuk e di qa ka. E që paska shumë. Which places in Albania have you enjoyed the most so far? I've enjoyed mostly Tirana and my hometown, Laç. Qa ke e bëj? Goca, shprehje motivuese për ty? Nuk e do, s'do motivim sot, merrem i lexoje.
Do të shpreh motivuese për ty? Po tallem. I motivuam mjaftueshëm vetë. S'do më thënë qerotin. I shkreti, sfida tjetër. Kërkojni turistëve t'ju bëjnë një TikTok. Turistëve t'ju bëjnë një TikTok edhe trëmbini. And check him. And check it. Do you mind just filming me for a bit? Us together. Thank you. Thank you. Is it okay? Is it rolling? Is Okay. it light? Why the fuck are you filming me? Why are you filming Why are you filming us? That's so He's not filming okay. me! Help! He's filming! Help! Thank you. I assume you're hungry. Thank you. Filming us just for a bit? Do you mind filming us for a bit? One of you, please. One of you, whatever. Thank you very much, guys. Is it rolling? She's filming me! Help! She's filming me! Help! Please, stop filming me! Please, stop following me! She's filming. Thank you. Thank you. Hello. Hi. You mind filming us? Okay, thank you Thank very you. much. Just press it, right? Yeah. Thank you. Is the light okay? Is it okay? Okay. She's filming me! Help! She's filming me! Help! Come on, please! Please, stop filming me, please! Please, I'm begging you. please, don't I'm follow begging me! you. Don't Stop follow following me. us. Stop following! What's so away. funny? What is funny? What's funny? Why are you What's laughing? funny? Hello. Can you help me film a video? Thank you. Yeah. Is the lighting okay? I'm not professional, but I think it's good. Okay. Are we? You started. Yeah. Stop following me! Stop! Stop filming Just her! go help! Go away! Why Help! are you filming her? Thank you. Thank you so much. So why are you filming us? Don't film us! Why are you filming me? She's filming me! What the fuck? I'm No. just kidding, it's a prank. It's a prank. Këta turistët, dy princell kanë vetëm qeshin, janë kështu, as nuk i deso, a ti kërcënu me armë, a ti shat, si plasiq. Nëjse, sfida e fundit, pyesni njerëzit a më një mua. Am një mua? Ja, po ne do pyesim njerëz që me vërtet nuk ta njohin. Si jemi? Na ban me neve? S'na ban me? kujton? Nuk na një? Jo, Nuk na një me vërtet? I pari për sot. po jo për më seroj që këse. Seriozisht nuk na një? Se po tallesh ti. Jo, jo. Qa bërë, ti si ke qenë sot? Je vesh shumë bukur, by the way. Faleminderit ju. Kena i kështu zyrtare, në i takim zyrtar? Jo, është takim shoqëror. Takim shoqëror, Kam absolutisht. qenuar një orë për të rregulluar dhe po shkoj nga e marrës. Okej, na pak për veshjen tënde. Kush të ka stiluar sot? Vetvetja. Vetvetja? Vetja, bravo. Si e? Na njene? S'na një? Ne. Ja. Si e zoja? Na një neve? Si e zotri? Na një? Jo. Me vërtet? Shumë me vërtet. Nuk një fare? Fare. Së vërtet. Po ja po vërtet ai nuk e një fare. Super tas. Fal. Fal. Çfarë falësh ti? Koqe. Do you know us? No? No? Are you for real? We're Are like you for famous real? here. Like, you don't know us? At all? Where are you from? UK? Are you lost? Are you lost? Oh no, I just watching that. Here. Okay. It's very surprising you don't know us, to be honest. Really? Zoja, si jeni? Na jeni? njihni? Na njihni? Jo, këtë me e zëmë, për të më një, po okej. Na njohën. Qashtë si e? Na një neve? Nuk na një me vërtet? Po unë s'kom dhe një herë parë? Seriozisht? Ja. Të marë. Na njihni goca? Po. Nuk t'jap do t'autograf sot. Goca na një herë këto. Na njohën? Në një ashtë mirë sa i ku me prapë. Zoja, si e? Nuk na një, s'na një? Me vërtet? Pa i gjatë që bat me mua, se pëse pëshaj për e mu? Shme. I zot në ruj.
Hajde moj bushë, bardasi bora, gjane gjambe tolla. Nëse deri tani nuk e kuptuat nga këndimi im skandaloz, ne do komentojmë manualin fillim. Dy, një, dhe Më falë se fillu të le, na dolin nga parashikimi. Ne me ndu që e nisim me këngë. Dhe 1, 2, 3, mjau, mjau, mjau. Që mora vesh unë që njëra nga ne sot në mëngjes e kishte larë me lot krevatin. Qartë ta zjon? Që mora vesh njëra kishte larë sot. Qartë ta zjon? Blerta pse trafikën? Blerta! Unë do thëja të shka tjetër që kishte larë krevatin me lot. Me qaloj lot është e kishte larë krevatin. I cried. Po jam lasë. Një kam një qenush dhe nuk kam nevojë për asnjë mashkull. Nuk do thoja këtë, se me atë qenushen nuk do mund të bësh. Mjafton të shi. Mos e bëni, po. E bësh me... Ai që nushi e ka bërë Meglin të qante me lot gjithë natë. Thënë kjo, a keni pëlqyer ndonjëherë qenin e shoqes? Po të masaj është qenë e shoqes. Kam fantazi të çmon. Mos ma silla të qenë o Megl, se... Te leura e dytë e disë. Sa i mirë sheke, bërë. Do jeni bashkë. A keni pasur ndonjëherë ëndra seksuale me qenin e shoqes? Fix wow. Ka nevojë për një break. Unë pa mbyll të gojë. E unë bashkë me ty. Qa po ndodhë? Por unë aq shumë kam folë për Shkodrën në këtë podcast, sa që ishte destinuar të gjeja dashuri në Shkodër, 4 këmbshe. Wow, ka 4 këmbsha? Oh! Ne numër ka... Qa ratë e mashkullish kë? Dy njerëz ka, ty dhe Luizelin. Ja. Ka dalë dhe Akili. Jam Luan. Se nuk e njimni. Ja, se dhe ashtu. Jam Luan. Jam strategi. Që nga thënë bros before hose, gocat janë kështu, i merë koka ajër edhe opa fluturojnë për vëmendje. Pse ndrun stil podcast. Ndrun narrativ tash. Gocat që pin kafe janë jo e madhe. E kam bë pa manual, pa womanal. A di se balide po nëse. Unë nuk do thoja që po ky ka qenë lidh me filanen që unë Ashtu i kam bie të ngelesh single gjithë jetën. që kam pas dalë një ca herë dhe kam muhabet. Kush do marrë përpara? Ndjesit Kush dhe marrë për parë të në kanë? Mashkull 90? 50.000 leka jo tjetra. Do I hear 100? Edhe kur shoqja ime më tregon detaje nga lidhja e tyre, sidomos gjëra intime, më krijon një ndjesi të tmerrshme xhelozi dhe bezdije që nuk po arrit ta kontrolloj dot. Nga njëra anë, shoqen time e dua shumë. Nga ana tjetër du t'ja kapa të burin. Nga ana tjetër du me pos borin dashurit. Edhe du t'lotoj, po jo nga syt me burrin e asaj. Unë mendoj që ajo goca është një xheloze e ndyrë, sepse kjo Na ka shkruar letrën e pa manuale, lut se këtë xheloze e çetoj. ndyrë. Do të Xheloze e çetoj pak. ndyrë. Edhe Se shan. dhe ndyre, ka fajna i që ke sheftim. Edhe do xheloze e ndyrë dhe ja bën kështu sikur nuk shoj. Është ajo që na ka shkruar letër është idiote. Na ka shkruar letrën. Idiote. A ishë nga shkujtje që Të duam. rovët bipin në këtë emision. Mua më ka ndodhur të pëlqej të dashurin e shoqes së ngushtë, ti thua ishin. Madje ja ka marrë shoqes, e kam unë tani. Por unë kur dua dikë, nuk ka njeri me ma marrë. S'kisha qa me bo. Pse ke shkujt e këto? E dojnë mja jote. Kur du diçka e marrë. Kisha qa me bo. Kisha qa me bo, ja mora dashurin e ka. Qa keni për ta nga që s'keni qa me ta? Këtu nuk kemi për të bërë analizë ku di unë, po, po për mua psikologjike. ky është problem karakteri. Dhe Karakteri problemi në është. mënyrën se si ti je rritur. Vazhdon gjenë mënyra të moderuara për t'i thënë dikujt. Respectfully, po, të si e për të bërë analizë Po, psikologjike, gjithë, po, po, ti je- simbioza e qenies tënde është gabim. Mënyra si ti mendon me rritur, lobin e po. majt është e gabuar. E vërtet, lobi frontal më çon drejt përgjigje që ti je kokra. Problemi kryesor me ty që ke shkruar këtë letër dhe që ke këtë histori, Problemi është që ekziston. A mund ta Jo, ne jemi përshëndesim me sigurt. këngën Ti nuk ke më ndjenja, nuk ke më ndjenja fare. Okej, me fakti që tu janë historitë
I mora dashur shoqe se jam krenar, këto I bëjnë dhe dedikim këngë. Ti nuk ke ndjenja, nuk ke ndjenja fare. Ja mora shoqes dashurën, kam di shoqet mirë, bitch, mos hajde mrapa. Ajo të e përjetu si Trump, manuali, e kam Terezia dhe I fusin I da. Orkestra! E vis Bahari, ka për një. Shika, unë kam pat një shoqe. Si e ka thonë si të thuj, unë kam pas një shoqe. Apja ka për zëri ty, nuk e di, po unë kam pas një shoqe. Si marrë të rëzisht të zëra, të më të pikuar. Dhe unë tani po qaja me mendimin se I kam bërë unë gjithçka kësaj dhe pse më la kjo mua dhe nuk më flet kjo mua, e kupton? Pa me ikli që ma vangri të pash për thejnë, dhe si të lumbatë. Më kam... Isha shumë I qartë, e kupton, dhe ajo po më shpjegon të lidhjen me këtë. Dhe se si kjo ka qenë më shumë se një lidhje, dhe si ata janë bërë për njëri tjetrin. Unë pastaj do isha bërë vrasë. Nuk e di, nëse meni për keq, e kam për keq. Unë pastaj... Nuk është se e prishe ti, e prishja jo. Po këto bata që problemi. Tu ke shumë drejti. Kështu ke shumë drejt, e prishja jo. 9 vite me masaja. 9 vite. Kishte biznes, do të thënë kishte lek, po do dal diku me këtë. Kishte biznes, kishte lek, do dal diku me këtë tipin. Kishte lek? Ma e pak numrin se do I bëjmë një prank pa manuali. E dua kur thon gocat pa manualin e shoh bashkë me të dashurin, sepse tregon që I dashurit nuk Ai komenton më shumë se unë, mae. ka lezet, ja, është një green flag. Girls, marry him. Filloj green flag. Red flag. Ndahu me Jo ta. e madhe. Jo. Kjo është një pauzë reflektimi që ju të qeshni shumë dhe të na bëni subscribe që të vazhdoni të qeshni akoma më shumë. Shysha. Nëse Si bëjmë për herë që ku trejnëm në këta, wow, ka ndodhi, kam ai nevojë për hani një... drejtën, a trëmeni dhe ju. Ta njësh më të thëja, me Shqipen. Po, kështu që këtu bën sens për pulthen. Fjalët që thuen veshit, dali sheshit. Hajde pak. O të thëja do të mbyllet. UTF-ja duhet të mbyllet. A dalin sheshit? O po dale. Jemi të tmerrshëm, jemi një popull shumë, thashë Klemet. Kush e thot? Kush e thot? Kush Jemi të vet? të mërshëm. Totalisht nuk jam mund të ashtë me gjie. Kanë emision për ta shëtejme në qarë. Më kanë ardhur dhe disa mesazhe në privatin tim ku më kanë thënë që Rogerti është vërtet njeri I mirë dhe shumë ndihmues. Po, edhe unë kur I 200 euro rob, ti rafi, shaj, kështu ashtu, po, shko ti thu, disi, përse nuk është kështu, disa I mirë është me mu. Përse shumë Se shumë mirë ti ma nuk e di çfarë Leq, bëhet, leq. aty ka degeneru gjithë. Le që isha me robe qaj për me familjar të Është njeri I mirë. E ka vënë që gjitha ta shëtejme të UTF-ja ishte njeri I mirë, është njeri I mirë. Por një djalë I cili përflitet shumë është një nga kryefjalat e këtij edicioni, Mali. O, fatos! Edhe ai se ma të qeshme. Një djalë që përflitet shumë në shkruaj fjalla këti edicioni, Mali. Shkruaj fjalë. Që të mos qesh pa haj qikë shumë. Pa I ndjerit të opa që jenë në këto ditë të gëzuara me ne. Francesca Morati në një program në Andale tha 40.000 euro, tha për 3 video. Nuk e di, nuk e kam të dëgjuar. Si reale këto. Si e thot Fatosi, Francesca Morati në një program në Andale që si ja vlen as përmendet e ime me të drejtë, kështu ashtu. E bën dhe pime me programet bëjna media. Si përmendim. Një program kështu, nuk e njefti. Të ka kapur ndonjëherë frika mos ngel në derë. Pyetje më profesionale, të më vije ftuara dhe themon, Shqipe. Ke bërë gjithë herë burti, vetëm misi, po këto vetëm misi, ke bërë gjithë herë, shumë mja ka thënë me të drejtë. Ka I që shumë fani me këtë Shqipe që kur I thonë emrin, o Shqipe. My bro, Shqipe të marra. Sharja që përdor më shpesh kur jam me nerva. Baloni gastrik. Do ka kesh balonit. Ushqimi më seksi që ke provuar. Se vazhdojmë bëjmë pyetje idiot. Ka paru pyetje të vallë. Ushqimi më seksi? Ushqimi më seksi? Strawberina me bananitë. Unë kem gërvish në makinë. Bukur kjo. E fort. Ka realizuar ëndrrën e çdo vajze. Vajzat në fakt kaq limitohen ato ëndra limitohen, kupton? Nuk është ne ëndër me kap ne ku diu me u martu ose me bëj profesion super të madh kështu ose me gërvisht makinën. Po zemra është
Që i këtë një makinë t'ja bëj. Se për plasën e trotuarit e bëj. Parashivisi makut. Më vjen keq vetëm se është ndjer keq, po për t'i bërë gjë, domethënë i marrin gjërat aq në vend të thonë shqyr më përmendi o njerëz, në vend të thonë shqyr më përmendit. Pa shpirt. Parashivia sa shfare me ne o jetë. Ose të falë. Çka dyshja më random univers. Shqipe Hysene parashivisi Marko. Në vend të thot parashivia që ka 1 milion vite në Amerikë, që përmendin shqipja me të drejtën. Jo dhe ama ja kam ja di. Më dha karrierë. Ja di për nder. Toni Liriani aty. Ja di për nder. Do të jap një objekte dhe pastaj do të them çfarë do bësh me ta. Okej? E para. Një pelen fëmijësh. Çfarë intervistë ishte kjo? Gjap objekte dhe të ku tifuzë. Ajon. Pas asaj pelenës do duhet të fshihet një shitje. Si hapë deklarat e pavarësisë. Hape. Çfarë ndo? Çfarë ndo? Që ka nënshkruar Pelena? Kush i çoj Pelena i dizi atë? Në fakt edhe unë nuk e kam menduar që do flisja ndonjëherë për groshën. Mua më kanë pëlqyer gjithmonë fasulet, por është një problem i vetëm. Që pjerth shumë. Qa po ndodh, jam shumë i konfuzuar. Po shet për groshën, po shet groshën si influencer. Po shet port. Po. Produkti fundit, e di si është e pa mbaj kështu. Je bërë si këto magjistarë të kostë Për zotin. Lëre ta nxjerr. Produkti fundit. Nuk janë të përdorur. Nuk janë të përdorur, i kam larë. Nuk janë të përdorur, je i sigurt që nuk janë tuat Kostian? Të kujton Je i sigurt që nuk janë tuat si ke kombinu me bluzë? Ku me more, pse e more? Më mirë ta çmendni ju mashkullin tuaj. Sa Kostiani. Më mirë More ju. dash, më mirë ju. Qëndrojnë te ju, okay? Jo Kostiani me brek të kuqe. Na thuaj 3 personazhet e njohur që sipas teje nuk meritojnë të jenë në televizion. Artemisa Kostiani Fatosi. 3. Prandaj jam YouTube. Por un kam 6 vite pa ul në kafe me një person, kështu. E mos ja fut kohë. O shqipe as mundësin për një kafe, Je nuk kam jep çunave. O shqipe seriozisht e ke? 6 vite pa 6 vite pa ulur në kafe. Pa ul në kafe. Se seks kam bërë. Po jo në kafe. Jo në kafe, jo, s'ule me çuna kafe bëj ma beton. Seks pa. A e kuptoni çfarë sa po tha? Kam mbi 6 Ti vite. se mund tani? Do të kohë, ta i të vato, që do të shikoj? Bezak të gjë? Ta fus se bati. Ajo, që do të Kostiani? Bek kuqe shkoj ke botrumi? Nëse, kjo është këna fundit e VTF-s, po blesu se kam djatin super të mirë të opës, gjithsesi. S'kemi faj se po na shijon shumë pasat. Ne të përfundojmë këtë burgerin, dhe ju shihoni rostin. Bëni subscribe tu Andalen, shkojmë 200.000 subscribers që të rikthehet La Villa Drama, ne t'i tallni dhe ju t'i tallni. Me që komentuam Shqipen, na u rikthya ajo koha e sezonit të dytë të përputhur. Më ikoniku, sezoni më ikonik ai Dhe me mund që. Tani të si disa momente ikonike nga ai sezon dhe çfarë ndodhi atëherë? Teja dhe Bearti. Ua, trastia. Nami, trastia, ua. Bidai, 2 trastia me madhe shekulli. E kemi përjetu si ishte marrëdhënia jonë për zotin. Ua, si na hodhi Teja, hi syra, shumë e zgjut. Bravo. Dhe më pëlqen me të ndër me Beartin. Kur më qyr Teja më dridh. Më dridh. Tjetra? Tjetra është Cindy dhe Melisa. Ja, se ty që është të prikë. Si me pas fol unë për ty. Me mua. Nëse Cindy erdhi aty si një gocë, më thënë, etiketuar virgjër, e filloi pastaj. Etiketuar. Po ashtu e tha. I dha etiketën vetë, tani nuk e di unë. Dhe i sulmoi gjitha gocat, Melisa e kishte personale, jo. Unë jam si ty. Kush bën seks për i kafe? Ana Kauri, mend, skishte donte shist. Pse jam kështu, ose ti E unë këshile të e fanë. E disa kanë dëshuar jo. Është bërë, nëse ka bërë shumë operacione plastike dhe është bërë të merr tashin. Kush jemi ne gjykojmë? Po kush? Mund edhe ne ku je bërë? Ana Leshi. Deal me më nuk ka deal. Se Batman ti E e bad bad bitch. Me këtë bëri. Jam bërë që do njerëz që kanë bërë. Jo, unikisht kjo kënga ishte Jamie, ishte super Jamie. Ishte super këngë me të drejtën, nuk e di pse e gjykoni, po më ka pëlqyer. Dhe Fatione, mami që ja futin shpull? Fatione? Po. Fatione nuk reagoi, bravo i shoft. Dhe Fatione ka shumë personazhe atëherë. Po. Dhe tjetra Juli aventurier, se mos ngatroheni. Juli aventurier që i tha Stindit, jesi vaj borshi.
Etiketimi më kreativi të zonës. Dhe ajo u çujt, ishte kaq shërobe shkreta Stindi, kaq shërobe ishte. Hajde tuti. E të tjeshin për një kafe. Nëse ne nuk e shesim për një kafe, as besoj as ju, kështu që nga Për një macchiato e diskutojmë. Kështu që nga unë e deci. E mbyllim nga unë dhe Juli. Puci, puci! Andale!